Europa është përfshirë nga një valë temperaturash të larta. Spanja dhe Anglia regjistruan qershorin e tyre më të nxehtë ndonjëherë. Shërbimi meteorologjik i Spanjës tha se qershori ishte jashtëzakonisht i nxehtë, duke shënuar rekord me temperaturë mesatare prej 23.6 gradësh Celsius, duke tejkaluar mesatare normale për korrikun dhe gushtin. Në Angli zyra meteorologjike tha se temperatura mesatare e qershorit prej 16.9 gradë Celsius vendosi një rekord të ri për atë muaj, ndërsa Mbretëria e Bashkuar në tërësi regjistroi qershorin e dytë më të nxehtë që nga fillimi i matjeve në vitin 1884. Portugalia regjistroi gjithashtu një temperaturë rekord ditore në qershor prej 46.6 gradë Celsius. Në Turqi, zjarret detyruan dhjetra mijëra njerëz të evakuoheshin, ndërsa në Francë, vala e nxehtit ka përfshirë pjesën më të madhe të vendit, dhe të martën shumë qytete përjetuan natën dhe ditën më të nxehtë regjistruar ndonjëherë në qershor. Për herë të parë në 5 vite, rajoni i Parisit aktivizoi alarmin e kuq, paralajmërimi më i lartë për nxehtësinë ekstreme, së bashku me 15 rajone të tjera franceze. Për shkak të nxehtit ekstrem në Francë, rreth 1350 shkolla janë mbyllur plotësisht ose pjesërisht për një ditë. Temperaturat e larta kanë përfshirë gjithashtu edhe rajonin e Ballkanit, ku Greqia mbetet më e prekura edhe nga zjarret.